këmba këtu. E shikon? Të ka goditur. Vjeri. Më ka prerë me motorsal. Ajo ishte shkaktari dhe i ndarjes dhe i të tërave. Ka që kam se mami, do më hapësh derën thash se ti mori të dashurën e motrës. Ishte i vetmi person në deta që më ka dalë në krah. Me to krijoj jetën time. Me këtë dua unë. Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim unë do kem një nën të re në moshë, ajo quhet Artiola, e cila ka parë një live kur ish burri i saj ka qenë me mua dhe ka treguar historinë e çiftit. Në fakt, Armand Bregu, nga Juglindja e Shqipërisë, ka treguar bashkëtesën e tij me gruan për disa vite dhe momenti kur ajo u largua dhe e braktisi atë së bashku me djalin e vogël për një tjetër person, duke marrë burrin e motrës së saj. E rënd ka qenë akuza, ndaj sot Artiola kërkon që të jetë këtu në live me Odetën. Por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur atë episod kur Armand Bregu ka qenë me mua, dua t'jap një klip të shkurtër dhe rikthehemi. Kunat çdo në shtëpi, vetë me një fëmijë. Unë vija në punë, unë isha më dalë në punë, unë vija kthesha nga puna e ikte, nuk e gjenja. Mori djalin e iku. Merr babi mua tha iku nusë. Po iku tash çfarë bë? Me burrën e motrës. Po. Me baxhanakun. E me te është akoma. U martua me te. Me te ka lidhur një çup. Ksenjën e la. Ta ksenjën e mori Artiolën. 3-4 vite zhvajta i thash. Grua e kisha, grua e kam. Jo, tha, bashkohem unë me atë. Në rregull thashun. Vazhdojmë gjyqet. Ajo në momentin që ashtu ajo kur e mora unë në gjykatë djalin, ajo e mori po ta nxirte jashtë djalin. Po kufitja mbylla. Jema nuk është kujtuar asnjëherë ta marr telefon as gjë, kishte djalin di lindje me 20 maj, nuk është kujtuar. Këto ishin disa nga momentet kur Armand Bregu ka qenë këtu në live me Odetën dhe ka treguar marrëdhënien me ish gruan e tij, braktisjen dhe largimin e saj me burrin e motrës. Ndërkohë që Artiola është duke na pritur, kështu që do hap dritaren dhe do e përshëndes. Artiola, përshëndetje zemër. Përshëndetje edhe ju. Më telefonove sot dhe kërkoje që të flisje me mua, sepse ish bashorti juaj ka qenë në një live me mua dhe ka treguar historinë, por edhe motra juaj ka qenë në live. Ato janë të tëra një komplot që të dalë unë në skenë, e gjitha është kjo. Që të dalë unë të bëj shere si me Armandin edhe me Ksenjen. Vetëm që si të më shkatrojnë familjen që kam krijuar, se është drejta time, apo jo të krijoj familjen time. Po patjetër, por akuza është që ti ke marrë burrin e motrës të Ksenjës? Jo, Odeta. Nuk është e vërtetë. Të gjitha këto që janë thënë janë një komplot bashkë me gjithë Armandin me Ksenjen që të më akuzojnë mua për gjëra që nuk janë të vërteta. E dashur Artiola. Dhe unë djalin e kam marrë me të gjitha, me çfarë më është saktuar dhe sa herë i kam kërkuar që të vete të atakoj djalin jashtë asaj, se kam dëshirë të atakoj dhe si çdo nen që ka nevojë për djalin ose për fëmijën e saj. Ja kam bërë kontributet dhe kur ka erdhur puna, zotëria më ka gënjye dhe më ka ndikur nga pas lloj kërcënimesh. Unë i kam toleruar vetëm për atë të fëmijës. Unë kam një vit pa e parë djalin, ka një vit, fiks një vit, e marr në telefon. Numrat mi ka blokuar, çdo lloj numri që do t'i bie unë, këtë numër që t'i bie unë, ati mi ka bërë të gjitha thirrjet blok. Nuk e di pse. Po ti ke një merr zërin e përmbarimit në telefon, vitin ato të zyrës të përmbarimit dhe i thot, më kontakton çik me zonin Artiola se më duhet firma se unë do ikë jashtë shtetit. Ti do ikësh jashtë shtetit ti, pse nuk më thua mua si nenë, po vetëm në institucionet dhe më merr në telefon. Unë aty jam, nuk jam nënë, unë nuk jam zhdukur, unë në Korçë jam. Një gjë shumë e thjeshtë, blokoje numrin dhe merr. Mos më thuaj me emër, thua moj. Filan kë, drejtë djallë si do më thuash dhe të përgjigjem unë. Nuk jam me, po jo tash ti më merr nëpërmjet zyrave mua dhe më thua, më duhet firma se unë do ikë jashtë. Ti bëj si të duash, më thot mua, jo, po është e mira që t'ja japësh. Si t'ja japun? Kur kam një vit pa e takuar djalin tim, djali do ikë jashtë. Ku e di unë se ku do vej djali tim jashtë? Ku do vej? Artiola, zemër, e qartë e kuptoj, meraku i një nëne për fëmijën. Mirë ish bashkëshorti për shkak të divorcit që jeni ndarë, të shanë, emri ta kish përdor. Po motra jote Ksenja, pse ajo ta akuzon?
janë bërë bashkë, vetëm që si të më shkatrojnë mua. Vetëm për këta janë bërë bashkë. Se Armandi me gjithë shenjën e disa gjenjën odeta, para 2 muajve më kanë dërguar fotografi, kanë dalë të 2 dhe mi dërgojnë mua në WhatsApp. Ç'lidhje kisha unë le të dalin jo në foto, po ku të duan, as më intereson çfarë, se me këto dalë. Tani po më habit. Larg qoftë nëse Është thjesht një komplot të dyve. po tani larg qoftë nëse motra ime divorcohet nga burri, unë nuk kam punë më me kunatin tim. Po çfarë i lidh ata të dy tani? Se s'po e kuptoj. Janë një komplot, nuk e di se çfarë po kërkojnë të surin. Mbas edhe duan që të dalum të bëj shere dhe të hyrë në përburgje. Unë jam e gatshme, i kam thënë. Hajde të dilë sqaroj me mua çfarë ke. Jo të dalësh për televizionin të vëllazërit të më përmendësh emrin mua për hiç mos vjen. Përse? Çfarë ka? Ju bën në 3 vjet. Tash për një muaj e pak, bëjmë 3 vjet që jemi ndarë. Mos ka asnjë lidhje, nuk më intereson çfarë. Jo, le të krijoj familjen e tij siç ta unë do krijoj familjen time. Krijo më vllaz, të ndalo mirin. Je i lirë të bësh çfarë të duash. Por ai ta akuzoi Artiola që ti ke braktisur djalin dhe ai mori kujdestarin. E mori kujdestarin vetëm me leka, sepse pagoi psikologen dhe psikologja, të ta them me sinqeritetin më të hapur për kokën e atij djalit dhe për shpirtin e babit, që i pagovi lekat dhe psikologja nuk më pa as se ku jetonja, as se kisha kushtet mjaftueshëm për të mbajtur atë fëmijë, apo gjërat e tjera. Besoj se e di se psikologja për këto puna është, apo jo. Të shikoj kushtet e nënës edhe të babait, është kështu. Unë kështu e di. E qartë, e kuptoj, por gjykata vendoi Ajo nuk bëjnë asnjë lloj nga këto gjëra. Vetëm thjesht më merrte në telefon kur do bësh pagesën, kur do bësh pagesën, kur do bësh pagesën. Dhe që nga ai moment që ka dalë nga gjykata zonja në fjalë psikologja, ai zhdukur nuk e kam parë me asnjë kundi. Unë ja thash edhe në sy, ti e bëre të këtë, thash, vetëm sepse mori lekat nga Armandi. Dhe jam shumë e sigurt dhe kam burime të sigurt që ajo e pagovi psikologit që të merrte djalin. Dhe e kam dëgjuar me veshët tim bashkë me gjithë jatin, të dy, kur ngjiteshin për në gjykatë, isha fshehur diku se e di se çfarë njerëz janë odeta. E di shumë mirë se çfarë njerëz janë dhe se çfarë vojtje ka hequr Artiola atje. Vetëm ajo lart i di, edhe ai babai tim që ka vënë sot krahas deri. Dhe i ka thënë në jati, vetëm për inat do ta marrim, por jo se e duam atë djalin. Ky ka qenë edhe le ta mbojë siç ka muar shumë gjëra të tjera. Unë i tha, unë vajta dhe di edhe në polici, unë në qoftë se nuk merrni masa, ndaç ju vendas kush do tjetër, unë do ta hes në gjyq atë njerëz se po më shkatron le familjen, po jam shkatruar edhe vetë. Kam 3 vjet nga ai njerëz që nuk kanë gjetur qetësi. se Nga ai dhe nga jati. Shkaku është jati kryesori. i zhvirri juaj? Po, ajo ishte shkaktari dhe i ndarjes dhe i të tërave. E tash Më vdiqi pa habi. Më vdiqi, do të them edhe një gjë të fundit. Më vdiqi pa habi. Edhe si të tërë që jemi në zi, jemi të prekur se ishte miku në një mënyrë të shumë të tmerrshme, të ta them me sinqeritetin më të hapur. Dhe kisha dhimbjen time dhe qanja në shtëpi, qanja kudo. Iki një ditë korç bashkë me gjithë mos ja zemrin si me motrën në gojë. Ikëm korçit ditë dhe lash djalin në shtëpi. Edhe thash, e lamë që televizori nuk do hapet 40 ditë, siç e kemi në shqiptarët, se ajo është si ngushëllimi tonë. E qartë, e kuptoj. Në rregull e biseduam me zotrin me Armandin. Mirë tha nuk do të hapim, tha. Vija nga korça e shikoj televizorin në këngët. Sa çfarë bëhet flashaj? Babi kishte një javë që kishte vdekur. Një javë kishte babai tim që kishte vdekur. Mirë, ti e prekur, je lënduar, se e kishe baba, por po të flas shumë sinqerisht, hapja e televizorit nuk është dhe një gjë e madhe. Më vjen shumë motiva sepse ishte në këngë, se të ishte në një live, në një film, nuk do isha bërë, po ishte në këngë. Në muzikë. E dashur Artiola, unë dua të pyes. Ti raporte sot si ke me motrën tënde Ksenjën? Se është pak e habitshme që motra i kundërvjet motrës dhe bëhet me ish kunatin. Do me thënë, pse je zënti me motrën tënde? Si që ndava që i ka nga babit, nga shtëpia e Armandit dhe erdha në vajtën e babit. Ati nuk isha qetësi. Vazhdon të njëjtin avas, motra. Bashkë nuk e di, ishin bërë si që janë bërë tashi. Bashkë me Armandin dhe vetëm më sumbonin dhe më binin në telefon me të fsheta me kështu. I dhash kararën, mami po ishte as këte as ande, ishte nga 2 palë. Nuk se ishte do shikoj të madhe dhe do t'jap krah. Kam luftuar e vetëm në përgjyqjet
në përzryrat kudo. Nuk kam patur krahun asnjëri ju. Vetë kam luftuar. Përse mos më vante në shtëpi? Nuk isha nevojë vetëm për një vit kohë, desha sa të rregullonin të menja dhe djalin për këtë. Kush nuk të mbajti në shtëpi, nëna apo motra? Motra i fute spica mami, se të thash mami ishte as këte as ande. Bashkë me gjithë Ksenjën, Armandi dhe mami tim. U bën bashkë dhe vetëm si më sumboni. Ko gjëra, siç ti e ke dëgjuar edhe vetë se çfarë thotë, të njëjtat gjëra. Por ti nuk mund të do të flisje me Ksenjën, me motrën. Jeni motra. Nuk e di, nuk është si mua veta që të jetë një njeri do ta bëj dhe do ta ndihmoj. Se unë e kam motër, unë kur të them ty motër, kam motër dhe të dalë në çdo lloj krahu apo s'është kështu. I qartë, por Ksenja dhe vetë Armandi kanë deklaruar që Artiola iku mori burrin e Ksenjës të motrës dhe u largua. Dhe ky është shkaku i konfliktit. Prandaj ata janë bërë të dy bashkë. Nuk e kishte sa për djeni, nuk e kishte burrë, po thjesht ishin të dashur. Kash, nuk e kishte burrë. Dhe tërë ato që janë të gabuara. Pra, në atë pozitë që jam unë tani, është edhe personi që është në fjalë, mori në telefon dhe tha, o je bu drejtim gjërave, ose do dalë unë t'i hapsa, o do t'a vrasa te, ose një gjë do t'a bëj. Tash unë, ç'po më ke iki me kjo iki, veçan është jeta time, do krijoj jetën time. Me këtë dua unë. E dashur Artiola, le ta themi që ti more të dashurën e motrës. Se në fillim është dashuruar Ksenja, motra jote me personin që ti po bashkëton sot. Do ta them dhe arsyen, ishte i vetmi person në deta që më ka dalë në krah. Se mua më kanë hedhur në rrugë, bashkë me gjithë Ksenja, bashkë me gjithë mamin tim, më kanë hedhur në rrugë. Më ndorën plaskat për jashtë, bashkë me gjithë tim birë, i gjej vend ku të dua. Dhe ai person sot më ka dalë në krah dhe unë ja di për faleminderit dhe ja uroj gjithë të mirat e kësaj bote që më doli në krah. Se unë po mos më kishte dalë në krah, do ta bëja një gjë. Se isha krejt e vetme, të gjithë njerëzit më i vënë kundër. Si Xhaxhi, si Halla, si Teze, të tërë fisin tim më vënë kundër. Sepse kërkova një të drejtë, largosha nga ajo familje. Më fal Odeta, po do të tregoj edhe një gjë tjetër se çfarë më ka bërë Jati Armandi. Vinim në Arë, bashkë të dy, si nusja me Vjerin, dhe shikoj se çfarë më ka bërë zotria. Kemba këtu, e prej, e shikoj? Të ka goditur, Vjeri. Jo më ka goditur, më ka prerë me motorsar. E dashur Artiola, sot personi që ti je dashuruar, dhe ai në fillim ka pasur një marrëdhënie me motrën tënde, ti bashkëton, ke filluar jetën me atë? Po. I e lumtur me atë? Jam e lumtur sepse më doli krah, gjitha mbështetje ndikut ta. Gjitha një ngrohtësi që nuk ma kishte dhënë as mami, as motra, në ato kushte që isha unë, dhe as njëri tjetër. Përveç e kam sen kudo dhe po ta them dhe ty. Përveç se po të kisha babin gjallë, nuk do më lindte të gjendje që jam sot. E qartë, por mbështetje nuk mund ta gjeje tek i dashuri motrës. Është pak e rëndë. Ndoshta duhet i kërkoje falje motrës tënde, pavarësisht se ti tani e ke burr, ke 3 vite që jeton me të. Përse duhet i kërkoja falje dhe ka që më nxori për jashtë? Për këtë duhet i kërkoja, ishte dimër. Ka qenë dhjetor, për këtë duhet i kërkoja falje. Edhe sa e sa të tjera. Unë në Sinenë do bënja për t'i mbirë shumë gjëra. Bashkëpunuan të dy dhe ma hoqin nga duar djalin. Pra, Artiola, le të themi që motra jote Ksenja po hakmerret. Thjesht faktin që ti i more të dashur, na e po hakmerret dhe është bashkuar me ish burrin tënd dhe po të sulmojnë ty. Se kjo është logjika. Edhe dalin aty në televizion, më bëjnë sikur janë armik. Më bëjnë sikur janë armik, se mund të ta hedhin ty dhe televizionit, po jo mua. I njoh shumë mirë se kush janë. Si po bëjnë komplote tashi, që të dalun në skenë dhe të krijojnë konflikte, unë nuk jam as budallaq. Edhe Artiola, kam qenë më përpara, kam qenë në gjendje të rëndë psikologjike dhe kam ndryer. Po tani le të bëjnë çfarë do duan, nuk më intereson asgjë tjetër. Mua më intereson të më lejë rahat dhe ato që ka thënë ai, o do t'i tresh mbrapa ose që nesër do hidhet në gjyq. Unë ja kam thënë edhe në polici ku vajta dhe kudo edhe po ta them edhe ty. O të më lejë rahat ose nuk e di se çfarë do bëhet pastaj. Artiola, zemër, po të flas me zemër të hapur dhe po të flas sikur jam motra jote. Të gjithë gabojmë. Dhe unë po ta them me sinqeritet.
Ndoshta ti e ndjerë në një moment shumë të vështirë, ke shkuar me atë person që ka qenë në fillim i dashur i Ksenjës. Ke gabuar zemër. Nuk mund të merret deri motrës. Po të thash që ati gjeta me mbështetjen, se nuk më jep të jasiri mbështetje më dorën prej ashtu ku të vinja. Të thash që tërfisin e kisha kundra. Ku ta gjenja mbështetjen? A i e bërë nënë sërisht, ke lindur fëmijë me... Jo, nuk janë të vërtejta asë për shpirt të babit edhe për kota të një djalit. Nuk ka gjë të keqe. Janë të tetë. Nuk ka gjë të keqe, ti do vazhdosh jetën, do bësh nënë. E di, nuk asë... Ate kur të ta sjell Zoti, si fëmijën, si gjërat e tjera janë gjërat e Zotit. Dhe nuk jam, po, atë që sa dhe në mesazhin që më shkruaj të mos e Berenik që më kujtove, do ta thosha, më ka thënë që ka shkruar të tëroj kopili, po unë do ta vras atë kopilin, do më vras mua edhe kopilin, ne që s'kam fëmijë tjetër një. Thjesht në base më ka parë me fëmijën e shoqes, ka qenë një vajzë 10 vjeçë, duke shpenë në shkollë unë, edhe se tërkohën e kam në mbrapa, kudo që vete. Po pse? Ta kesh kështu si... A i të përndjek akoma ty? Po, ku e pa? Tashi, o kam për gjus, ose më nikë, se një nga këto është. Dhe vete në shtëpi unë, se jashtë nuk kam internet, po vete në shtëpi, më vjen një mesazh. Se emrin e atij e kam shkruar të bleti, me emrin e djalit. Dhe më vjen një mesazh, të tëroj kopili, po unë do ta vras. Kopili mua. Çfarë po thua më vëlla? Ku kam një fëmijë? Përveç atij djalit. Ke ngatruar adresën, thashë po je i smur mendoj. Jo, tha mund të pasha që kishe një fëmijë për dore. Se mund të kemi një fëmijë për dore dhe mund të jemi me patjetër. Mirë, ti e ndarë me atë dhe ai s'ka punë të ndjeki ty dhe të merret me jetën tënde. Kjo është e palogjikshme nga ana e ish partnerit. E dashur Artyola, unë dua të pyes, sa vite jetove me Armand Brekun e martuar? 5. Si ka qenë njoja, me mbledhëri apo me dashuri? Me dashuri, unë u ktheva, isha në Greqi, 4 pjesëtar ishim në shtëpi, unë, mami dhe motra, edhe babi. Nuk ishim vëlla, dhe do detyroheshim të punonim, të katër, siç ishim pjesëtar të familjes. Dhe vinim argat në pararat. E qartë, për të punuar dhe për të përballuar jetesën. Po. Në doli një ditë jati Armandit përpara, tha do vini me neve, ishim në një tjetër, dhe tha do vini nesër me neve se kemi përpashit po, thash. Pra, ju shkua të punoni tek familja e ati dhe aty u njohë ti, u njohë me Armandin. Një vit të para ishte, çdo gjë është punë në rregull, më deshin, supozohet se i vajzën e tyre, siç supozonin ata. Ju, pasi u njohët e dashur Artyola, qëndruat sa kohë të dashuruar apo u martuat direkt? Jo, qëndruam sa kohë sepse më rëmbevi dhe ikëm, se mami me babi nuk deshte. Si çdo femër që dashurohet, e kupton. Familja nuk ishte dakord dhe ti vendose që të ikje të rëmbeshe. Po. Dhe si ka qenë jetesa jote në 5 vite me Armandin? Si thash, një vitin e parë ishte çdo gjë shkonte në rregull. Po. Më respektonin, pastaj filluan. Ato, të them, fjalët e para, domethënë, jo të bëjmë kështu, jo të vete këtu, krijoshin konflikte kot pa lidhje. Por konfliktet nisën konkretisht nga Armandi apo nga ish-vjerri? Ajo pinte, gjatë shkollës, i zotërisë, pinte, konsumonte alkoolin, domethënë. Por për çfarë i sillte? Kush ishte arsyeja dhe motivi? Për shembull, i kërkoi një diçka. Tash se kemi nevojë për çdo gjë. Normal. Për një të dalë, për një kafe, për një çdo gjë që na nevojë ti tani më vrap, do vinte ti thoste, do atë ai. Tash si mundet një burrë 30 kusur vit, të vejti thot babait që do më sjap qa, do atë. Tash edhe ai thoshte, po pse, unë do ta mbaj me kështu, si i Zotit i përgjigjesh, baj si të duash. Këto ishin fjalët tërkohës. Ti tregove dhe dhunën që je dhunuar. Nga kush je dhunuar në atë familje? Nga Armandi. Edhe kur kam qenë shtazane 5 muajshe, jo 6 muajshe shtazan, i kam kërkuar një molto. Kroasana, më thënë, më vajt i mendja dhe isha shtazan dhe normale, pashti më vajt i mendja. Nuk mund të thosha, jo.
Ne thash, marret një molto, thash, do ma blesh 200 lekë, 200 lekë të vitra. Vete i thot ja, ti t'jajt një molto. Jam në, po nuk kemi një neve për molto e të bëjmë sho do ikim në arë. Dhe ka erdhur ajo ka filluar pasaj debati, e kam dëgjuar në veshët tim, dhe i thash, përse e thot atë, unë nuk e dua, thoshte, i vajti mendja, janë shtazane, thashte dhe më hahet, kaq. Tash i sun të them jo. Se lëpi një herë pëlem me dorë, si s'na thëmë që ndyshë, bëjtë në pishë pëlem. Po nuk ishte avasë, sa e tashe në një po lëpi një, dorë. Por a i të dhunoj për çfarë? Për molto, se është skandaloze, që ti shtatë zënë të kërkosh një molto dhe burri të dhunoj. Edhe nga nervat e sipër, i thash, unë mirë, smijët, ti thash, unë do t'i kërkoj babi kim, thash, në blerë një molto, thash, se mja pleka, të vetë t'i ble vetë, thash, qarë më hahet, ose qarë s'më hahet. Edhe më ka hequr turinve, kam qenë 6 muaj të shtatë. Por kërkove ndim në polici për dhunën që të ushtroj ose ndim të familja jote? Nuk kam kërkuar në polici se i thosha babi, thoshte duro. Tash ky ishte fati tem, na vjen zorë. Se si që është mentaliteti në përshatra, e di shumë mirë dhe na vjen zorë, thoshte sa ke je rendë, do vish me një fëmijë e babajës. Dhe kjo ishte tërkohës. Më vinte e zorë. E dashur Artiola, ti qëndrove 5 vite me Armandin. Nuk mundet do të flisje me burrin. Në farë mënyrë gruaja është ajo që e menaxhon shtëpinë, edhe burrin. Nuk mundet do të flisje me atë njeri që nuk jetohet kështu. Nuk e gjenje do. Badi nuk ishte e parë ky debat se kam ikur një 3-4 herë nga shtëpia e zotërisë, kam vajtur në shpjegime. Pa qenë siç pretendonte zotëria që ka ikur në atë, pa erdhur në familjen tonë në ykurit, kam ikur 3-4 herë dhe vetëm për arsye se ishte jati tërkohës, ti thosha, hajde, ikim në një shtëpi me vete, jetojmë të dy. Nesër do bëjmë edhe një fëmijë të tjetër, jetojmë të 3, të 4, si të jetë shkruar. I ka thënë dhe babi im, iki ka thënë dilë me vete, në shtëpi me vete, se do ta paguan unë qira. Sa të jetë, 200, 300, 500, nuk më ashtu, vetëm më intereson shëndeti çukës edhe qetësia. Këto më interesojnë. Madje i kam kërkuar të ikim edhe jashtë, hajde ikim jashtë shtetit, i kam thënë vetëm të dy, pa u bërë me fëmijë. Hajde të ikim të dy jashtë, se kemi njerëz, si në Greqi, si në kudo, se tash të gjithë të rinë kështu po ikim. Hajde ikim, thash, krijojmë një jetë të re. Po, mamin edhe babin tentësh, nuk do t'i lejmë, se njerëz janë, nësa kemi mundësi do t'i ndihmojmë. Jo nëse lejmë mamin e babin, ti po të bua shik. Kjo ka zëllati që ka. E ke dashur, apo nuk e pasur dashuri për atë? E desha. Por krijeri me një person, krijon një të fillojnë ato ndjesit të brenda vetes që më doli dikush krah, po më kështu. Po pastaj fillovi, si thash, fillovi nuk ishte shumë nuk duronja dot. Artiola, më shokove kur më thej që Vjeri flinte në dhomë me mua, po Vjeri çdo në dhomën tënde. Flinim në kuzhinët, sepse di me tinja në kuzhinët, ku ishim, se në dhomën që në dhomën e gjumit, nuk kishim ngroje, se kisha dhe djalin edhe më vinte, se kishte ftohtë, ishte dim. Zotëria vinte në punë dhe ja ti, valla, shikon të televizor, ndite pretekstin që do shikon të opinionin, Blendi Fevziri, unë se do shikon dhe vinte televizorin, gjërë më 1, gjërë më 2, gjërë sa vinte ja i biri nga puna, pasa ikte nga dhomë. Dy divarë, i ke parasysh divarët që janë. Në një flinja unë me djalin, në një do flinte zotëria, gjërë sa të vinte i biri nga puna. Por pse e bënte këtë gjë ai? Nuk e di. Të ruante ty synuse apo kishte qëllime të këqija? Çdo na. Dhe unë të besohet për shpirt të babit, dhe të rinja gjithë natën, as nuk shtrisha, rinja kështu, në divan, që isha 3 ditë në e punuar. Dhe rinja në divan të rinja, sa vinte me 1 me 2, dhe në 6 duhet isha e ngritur me patit. Por Vjera, nuk i thëriste burrit hajt flem gjumë? Jo, fjalë e tij ishte liçna shtëpi. Nuk e kundërshton të bëta si rit. Por me Vjerën si ke patur marrëdhëniet? Ajo, kur s'ishte ajo, ishte shumë në rregull, që s'kishte të shoqit. Kur vinte ajo, dhe ajo kalonte pastaj. I dashur Artiola, ç'a ndodhi atë ditë që ish Vjeri me motor sharp të ka goditur në këmbë? Ishim, po do vinim në Arë, për të krahasitur ishte pothuajse këto vate, më duket se ishin, nuk kujtohet mirë. Do vinim për të krahasitur mollën.
a i dikim të dy përpara, gjithsa të vi Armandi nga mbrapa. Amiri thash a i dikim. Mori zetorin, po ishte në gjendje shumë të rënduar të alkoolit. Dhe thash, konsumuar alkool. Po. Dhe thash, kishte edhe zetorin që vinin në bra. Thash, do na ecëm në një kanal, thash edhe zoti. Bëftë në një mrekulli që të shpëtojmë, thash që është e pamundur të shpëtojnë një makini. Vajtëm në arë, shkarkuam të gjitha veglat nga zetori, dhe filluar mori motorsejkën, motosharën, si që themi neve, e ndezi, dhe unë për të ndihmuar, vajta përmba një degën e mollës, dhe kisha ngritur edhe kemën, ta që ta mbajde me kemën, se aq trup jam dhe nuk kisha fuqi për gruaje. Dhe i shket motorshara dhe më pret mua këtu, nuk e pas, vetëm kur, kokën poshtë, e shikoj që mishte hapur kemba kaq. Edhe i thash më preve, në falë për shprehjen më dhjeve, babi, thash. Kam hequr bluzën time, e kam lidhur që mos më dilte gjatë dhe thash ai dikim pra se nuk mundet. Ishte kaq kjo më hapur dhe tha kaq ja për shpirt të babit, kaq. Por ai e ka bërë padashje, i ka rrshkitur nga dora, jo se e ka bërë me shumë. Nuk e di, të thash ishte në gjendje të dheu. Edhe me qëllim më paket bërë se pra ti njeriu e çfarë spresni. Dhe çfarë ndodhi? Ti u nisë në urgjencë në spital? Jo, vajta u nisëm për në dvoran, se ishte jashtë dvoranit, kishin pemtari. U nisëm për dvoran, vetëm me doktoresha e fshatit që ishte atje, dhe tha, ja tregova kemën e zgjidha se kisha lidhur me bluzën time, që mos më dilte gjatë, se kisha dëgjuar se po ta lidhesh nuk të del gjatë. E kisha lidhur dhe vetë ja zgjidha asaj dhe i them, shikoj thash, po tha si e bani këtë. Doktoresha e fshatit, po thash me shkandi pa dashje, thash shara mua dhe e preva, thash. Nuk desha që të nxjenja në skena atë personin. I zhvjerrin. Po. Vete atje, thotë, unë s'kam që të bëj, bëtë nisësh me paketë në korsho, se ti e ke, ishte kaq ke me auto, ishin 5 penjë. Do të nisësh me paketë në korsho, se unë nuk kam që të bëj, si kam jetët e nevojshme, tha. Mund të ta mjekoj për momentin, tha, që mos të pastoroj atë pallasin që të kaloj. Vem në shtëpi, i thash unë nuk vete poshtë. Se vete, tha, po si do vete, thash, po ti do t'isha së, thash, do më me jetë më shtëpi, jam s'u në Evropë, thash, në ara më shpurin në doktoresha e fshatit. Ik në koshë, thash, më merë ca panduk dhe më verë në kembë, thash, që të ndoshta do më mbyllet, po nuk ishte për të mbyllur, se ishin 5 penjë me paketën që dëshqetën. Marr mamin në telefon, jo, më merr mamin në telefon edhe shikonte që isha zbehur nga kultyra, më mori me thamë. Dhe sa çfarë ke të asnjë, tha. Jo më mirë jam, tash nuk desha që ta bëj një vete kundra mamit dhe babit, se më vinte se tash ti bësh findreve barsa i çdo problemi ishte që ke vështirë. E jo më s'kam gjej thash unë. Vjen djali në atë kohë, thotë, nena, mami ka prer kemën, i thotë. Si thotë ka prer kemën, i merr telefonin, djali tha shumë i zgjuar dhe tha nuk e di, e zotit ma fal. E merr telefonin, thotë, shikoj, thotë nena, si ka kemën mami. Nis me vrap mami dhe më shpjen në Korçë. Vjen zotria dhe thotë, hajde të pim tash se ja hodhëm. Si më qej për mua më mbaruan në thonë në shtëpi, japi. I zotris, thotë, hajde tash të pim, thotë se ja hodhëm. Po, Do festoke për mua. Të kërkoj asfalje? Jo. I dashur, Artiola, si erdhi ndarja juaj? Çfarë ndodhi atë ditë që ti vendose të ikje nga shtëpia duke lënë djalin aty? Jo, djalin e kisha me vetëm. E mora me vete djalin. Marrë me vete, sepse Armandi ka thënë që i dashur i Ksenjës, i fijuar i Ksenjës, Kunati, do me thënë Baxhanaku, vinte shpesh në shtëpi, por qëllimi ishte për Artiolën, për ju. Jo, s'është e vërtetë këtë. Të betojmë për shpirt të babit dhe për kokën e djalit që as që e vej në dyshim që nuk mundet të thash, vendimin nga ajo shtëpi për ti, kur e ka marrë vetë personalisht si Olë. Tek full vetën të unë e ka marrë vendimin dhe thash, do më dilni në krah, apo të vete të strehojmë gjykundi. Ka që kam thënë. Unë e kisha tiposur, se e pash që nuk mante me pilafi ullë. Dhe atë ditë ja komunikove Armandit që do merrje djalin dhe do ikje? I kam thënë që në mëngjes ishte mami e smur. I ra presioni se na ndodhi dhe vdekja e babit, edhe na ranë si bombë. Edhe i thash, më merr mami në mëngjes në telefon, thotë, nuk jam mirë. Dhe merr zotrin në telefon edhe i them, kështu mami, e me se nuk e gjen gjë, thotë.
Ka thua shti për mamin tim se një gjë. E fillon i thash, do me lej shtiki. Të vete ta shikoj, thash që do kthehem prapë. Jo, tha, do rrita unë të merrem me këtu sa poshtë lart, pa ku morëm që kishte edhe me të tatë, tha që në për Tiranën të përkthehen për atë. Orë thash, më tha tjetra këtë lau, thash, si mundet të, kjo si do të vitë, thash të thosë se djali kyfte, si më ta shikoj për të fundit, se mba se vdes. Do kthesh, apo të kthej unë njëre mirë, unë këja, po të përqevi mirë, po të përqevi tjeti. Ama kështu thash, e lash në qetësi, nuk e mora me në telefon, se ku iku, se ku vajti, se çfarë iku në fund, nuk më pyeti çfarë. Ama në shpuna të çuvesh, një të marrë djalin, ka që kam thënë mamit, do më hapësh derën, thash, se nuk mundesha me. Isha shumë e lodhur, Odeta, plus e nga jo babi, po edhe nga gjërat e tjera. Por, e dashur Artiola, ti shkove në familjen tënde tek nëna, edhe nëna jetonte me motrën, me Ksenjën, të dyja, pas vdekjes babait. Nëna nuk të mbajti në shtëpi. Mund të më tregosh si vendoset të nisje një bashkëtesë me burrin e motrës? I ka në Greqi, më falë. I ka në Greqi, i thashë më mbaj djali vetëm 2 muaj. Se do ikë në Greqi thash sa të konosash ato 2 muaj dhe do kthejmë prapë thash që ta hap shtëpinë time. Jo tha unë nuk ta mbaj as 2 muaj thash. Do ta mbash vetëm 2 muaj thash vetëm për shtëpi të babit. Thash bëj këtë vetëm për shtëpinë atij kam thënë mamit. Vetëm për shtëpinë atij më mbaj vetëm 2 muaj djali. Me grindin në shumë mbajtëm. Për ditë cilin policinë, se zbenin në Armandin me, nuk e di unë Ksenja në Armandin, për ditë cilin policinë, që të më përndishtin mua, se ku isha se qarë bëjnë. Dhe kthej në Greqia dhe i them, si do ndryshove gjë mendimit e mamit, do më përkrasht. Në qoftë se ti më përkran njëri, tash njëri të vetëm, unë do të përkraj 100 herë, se jenë në atine dhe nuk të letës. Në qoftë se ti me e ma për jashta, unë da ka me këtë fillit, tash si në Besi të duha sa unë të mbaj. Nëse ban ti i thaë, do t'i dalun për krasë. Më ka gjetur një shtëpi, u ka futur kokën, bashkë me jetim bi, pasaj api gjyqin zotëria, se më s'kisha aqë mundësi se të thash. Në vdish babi se kisha mundësin ekonomike të thadh një gjyqin, të thejtë dhe drejtë. Api gjyqin zotëria me psikologe me të tërë. Mori psikologja pasaj në telefon, vetë më bëjnë depresion, që do ja për shpagën, që do ja për shpagën, që do ja për shpagën. Një e 2 mete në pyetje djali, psikologja. A meret një fëmijë në pyetje i vogël. Qa do të thotë? Psikologja e ka për detyrë për fëmijën, por le të themi që ti më gjete mbështetjen tek burri motrës dhe lindi dashuria më pas mes teje dhe atit. Po. Ai u nda me motrën tënde dhe sot bashkëton me ty. Po. Ti nuk ke asnjë lloj kontakti më me nënën dhe me motrën? Jo. Edhe pse jetoni shumë afër me njëra tjetrën. Po, unë jam në kosa, po jam në fshat, në Kamelis. Kjo është. E dashur Artiola, më the që kam 1 vit pa e parë djalin, të ka marrë malli? Si më nga përshproj, dhe ta nësfaj, si më nga përshproj. Por pse nuk shkon të ta kërkosh? Ku të shkoj? Po, me atër nuk merresh vesh të. Nuk është person që merresh vesh. Çfarë vendosi gjykata në divorcin tuaj? Gjykata gjatë pushimeve, për festat e fundvitit, pa me janë, fundjavëve. Pra, kujdestaria i kaloi babait, ti kishe të drejtat e takimit dhe detyrimin ushqimor. Por pse ky vendim gjykate nuk zbatohet dhe ti si nën nuk e takon dot djalin? Pse nuk shkonte zyra përbarimore? Nuk merresh do vesh me atë njëri. Desha ta menja për vitneri. Nuk e denoncon. Më ka vënë, unë kam denoncuar sa herët, por nuk e di policia se e ka zyre përmbarimit, po duhet merresh zyre përmbarimit. Po, ajo bën ekzekutimin e vendimit. Po. Dhe nuk kemi si të bëjmë gjë neve, në qoftë se bëjmë gjë zyre përmbarimit, atëherë jemi neve. Desha ta menja për vitneri, vitin që kaloi domethënë 2025. Dhe i thash, më vuri kush zotëria, do vishta marrësh filan datë, dhe do ta kthesh filan datë. Tash nuk mund të vesh kusht, të kthesh të vishta marrësh në filan datë, edhe sekondën e minutit. Sekondën, po të thonë, të më caktos. Tash unë se nuk jam, e kam makinën ekspres, që të vinë në sekondë. Dhe
Ma la më 5 zotria. Vata më 5 se në qerek 5:20 ishte diçka e tillë. Dhe e marrën telefonin, them ku je? Se kishim lënë të takoshim në Korçë të majim te djalë. Ku je? Thoshte ka merrur në vend që do se do të pres ty, unë sa kur të tek e ty sa. Po mirë më thoshte 5 stacion, thash. Trafik ka. Unë makinën se kam time, thash se si jam ekspres, thash. Po, dëgjoj, Jo, sa në para. kjo është e patolerueshme, ë? Që një fëmijë të ndahet nga nëna me një baba që thotë se erdhe në 5:01 çerek, unë e lash takimin në orën 5, por ti duhet të shkosh te zyra përmbarimore. Ty ta ka dhënë të drejtën gjykata për post gjithçkaje. E dashur Artiola, çfarë ke bërë ti? Do vazhdosh jetën, u dashurove me burrin e motës, Shënci Kajo, ato janë gjërat e tua, gabimet e tua, i pëson ti ato. Por aman ai nuk të ndan dot ty nga djali. Po. Dhe i kam lejë djalit, sa i që e menja, që me shere me asu e menja, vetëm 1 orë ose 2 orë, i menja. Të tëra nga të brendshme, kostume, të tëra që më pëlqeni. Dhe vjen një djali dhe më thotë, ishim në makinë, thotë, mami, nëna mi odhi të tëra, thotë, si bidon kur që më bleve ti, si sharbon, si kolinozin, si lodra, si i them ti odhin, po mi odhin, mi thash mos i se mi ka blerë mami. Ku është fajti? Më thë, jo më gjeti nga një faj, që më kujdesem pra të fëmijë dhe javë, dhe ti nuk më përgjigjesh. Gjithsesi unë të këshilloj që ti drejtohesh zyrës përmbarimore sa më shpejt për të Jam drejtuar dhe zyra e përmbarimit është, nuk e di është, kaq mizore mund t'jetë ajo femë, nuk është në vetë, dhe më ka të mund s'jam zyra më përgjigjetë, vetëm për pagën jam po. Zyra përmbarimore e ka për detyrë që atë vendim gjykate ta ekzekutoj duke ditur që ka një adresë Në të peshtim, thotë Marion, nuk e kam farë dhe ta. Ke një vit. Që ku një silolapës që da kështë kujtim ma blevi mami, dhe si që ka thënë gjithmonë. Vetëm se kam flutur edukatore, ne kam atir në Korçë, jo kom shine shfarë në tutje pallatit dhe i kam thënë. Kër e kishtë ajo, e kishtë në Koprës. Bledi miri të shumë, Mila është të po, sa është vinte në Koprës, i vini njerë ku të mësë të shiko mësë të mi ka bjerë mami, çdo gjë që i vini tim, më vinte po të rekonë. Është e dhimbshme, sinqerisht. Edhe Artiola. Është e kuptueshme. Çdo nën kur flet për fëmijën e vet, preket, dhe mos kur është larg ti. Ke një mesazh që do t'i përcjellësh? Kam shumë të plotë, jesoj zotërisë që mos më ngacmoj as mua dhe as personin tjetër në fjalë. Pastaj dhe më parë më ka thënë, nëse nuk marrin institucionet, masa, do marrë vetë, ka thënë, do vetë e ta, o ta vras, o do t'i bëj një gjë tjetër. S'ka punë me atë, as me mua nuk u ka punë. Se çfarë bëj unë? Se kam fëmijë tjetër, se s'kam fëmijë tjetër, se jam gjallë apo se jam vdekur. Pra, mesazhi jote është që të lëri të qetë në jetën tënde. Se ju keni 3 vite të divorcuar. Edhe kaqesh ajo nga mua, s'dua gjë tjetër. Mirë, Artiola të përshëndes. Mirupafshim, faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë e këtyre live-eve, mund të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonojeni, të bëjeni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo ditë para dite ora 10 jam live me këto histori dhe rrëfime njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.